Në fshatin Baba i Bokës, sot u mbaj takimi tradicional në Tyrbën Pulaj, një vend i shenjtë për shumë besimtarë. Kjo ditë, sipas banorëve lokal, lidhet me amanetin e një dërvishi, Dervish Niziri, i cili para se të ndoronte jetë kishte lënë porosi që kjo ditë të përkujtohet si një moment bashkimi mes njerëzve, pa dallim feje, race apo etnie. Banorët theksojnë se kjo ngjarje nuk ka lidhje me festën në Shëngjergjit, pavarësisht se mbahet në të njëjtën datë. Sipas tyre, tradita e këtij tubimi është e veçantë dhe nuk përcaktohet nga data e festës së Shëngjergjit. Gjatë ditës, shumë qytetarë nga Gjakova, por edhe mysafirë nga Shqipëria dhe zona të tjera, janë drejtuar këtij vendi të shenjtë për të marrë pjesë në ritualet dhe aktivitetet që zhvillohen aty. Ky tubim vazhdon të ruaj vlerat e trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore të zonës, duke shërbyer si një shembull i rrallë i harmonisë ndërfetare në Kosovë.